Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, kremtoi 72 vjetorin e çlirimit. Veterani Selim Pira, sot 92 vjeçar, ka marrë pjesë në brigadën sulmuese 18 në çlirimin e Tiranës, Dibrës dhe Prizrenit. Ai e kujton kështu kohën e luftës. Trimrin, besnikrin, adhetarin e shqiptarëve, partizanët. Këtu flasën, thonë, është partizan, është ushtar i panjohur. Kjo është partizan i panjohur. Si zakonisht, autoritetet e vendit zhvilluan homazhe pranë monumentit ushtar i panjohur. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta dhe kryetari i Bashkisë Erion Veliaj e vënë theksin në rëndësinë e integrimit të vendit, duke përkujtuar sakrificën e atyre që morën pjesë në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Ky 17 nëntor është një mundësi shumë e mirë për të parë më me optimizëm drejt së ardhmes europiane të vendit tonë. Ky është një moment i mirë. Në 72 vjet përpara e negociuam qëndrimin tonë europian si pjesëmarrës të një aleance për të çliruar Europën. Edhe Partia Komuniste zhvilloi homazhe pranë monumentit ushtar i panjohur, pasi përfundoi ceremonia zyrtare. Partia Demokratike dhe ishte përndjekur kryen homazhe në nder të vrarëve nga regjimi gjatë çlirimit të Tiranës. Historianët shqiptar hodhën poshtë deklaratat e mëparshme se lufta e viteve 44-45 ishte luftë civile mes partizanëve dhe nacionalistëve, duke e njohur kontributet e çlirimit të vendit, Partisë Komuniste dhe atyre që morën pjesë në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Veteranët kërkuan ngritjen e varrezave të dëshmorëve për Tiranën. Po eri lutej Zotit vdiste sa më parë, që mos ishte plagët që shokët kishin marrë,